Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. E papritur, Klevisa dhe Indri shkëmbejnë puthjen e parë. Afrimiteti i madh mes Indrit dhe Klevisës në fermë vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara të momentit, sidomos pas largimit të Vanesës nga ferma. Sjelljet e afërta mes dy konkurrentëve kanë ngritur dyshime për një romancë të mundshme, ndërsa debatet janë zhvendosur edhe në studion e fermës. Për herë të parë ka reaguar edhe motra e Klevisës, Sebastiana, e cila ka sqaruar raportin mes tyre dhe ka hedhur poshtë aludimet për interes nga ana e motrës së saj. Klevisa është vajzë e re, mund të ketë disa mangësi në shprehje, prandaj mendoj që është për një rëmuj dhe një keqkuptim i madh. Flas për situatën me Indrin. Është bërë thjesht një rëmuj pa dashje sepse Klevisa nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë interes për Indrin. Këtë gjë ju asiguroj. Është perceptimi i publikut. U shpreh ajo. Në debat ndërhyri edhe Albano, i cili theksoi se diskutimi nuk lidhet vetëm me Klevisën, por me afrimitetin e dukshëm të Indrit pas daljes së Vanesës. Pyetja është, a ka gjë Indri me Klevisën? Këtë po diskutojmë. Të gjithë po themi që sapo doli Vanesa, Indri u afrua shumë me të. Sebastiana pranoi se afrimiteti është vënë re nga të gjithë, por u shpreh shqetësuar për diferencën në moshë mes tyre.